Pas takimit me Papa Leonin e 14, Volodymyr Zelensky shprehu mirënjohjen e tij ndaj Vatikanit për gatishmërinë e treguar për të shërbyer si platformë negociatash të drejtpërdrejta midis Ukrainës dhe Rusisë. Në mesazhin e përcjellë në Facebook, presidenti i Ukrainës lavdëroi po ashtu zërin e qartë të Atit të Shenjtë në mbrojtje të një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme. Ne jemi të gatshëm për dialog në çdo format për hir të rezultateve të prekshme, tha ai. Zelensky vuri në dukje se për miliona njerëz në mbar botën, Papa është një simbol i shpresës për paqe dhe se autoriteti dhe zëri i Selisë së Shenjtë mund të luajë një rol të rëndësishëm në përfundimin e kësaj lufte. Zelensky mbërriti të dielën në Vatikan për të marrë pjesë në meshën inauguruese të Leonit të 14. Praktikisht kjo shënon vizitën e tij të dytë në Selinë e Shenjtë gjatë javëve të fundit, pasi në 26 prill mori pjesë në funeralin e Papa Franceskut, ku u takua dhe me presidentin e SBA-s Donald Trump. Gjatë qëndrimit këtë radhë në Vatikan, Zelensky zhvilloi bisedime me zëvendës presidentin e SBA-s J.D. Vance, ndërsa i pranishëm në takim ishte edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Ky ishte takimi i parë i Zelenskit me J.D. Vance që kur numri 2 i administratës amerikane e akuzoi atë se kishte treguar mungesë respekti ndaj presidentit Trump.